Allahun e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën vend të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se çdo risi, çdo bidat robin e çon në humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit, neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, sot dy javë kena lajmëru se kem me fol për javën e kalume për të metat e gjuhës. Po pasi kish rekomandim nga Kryesia e Bashkisë Islame që të flasim apo që është fol në për gjitha xhamit e Republikës së Kosovës për nder të 28 nëntorit. Atëherë na inshallah taala sot dashurit e mi pak fjalë do t'i them rreth të metave të gjuhës, pasojat e gjuhës. Gjuha dashurit e mi ka pasoja. Gjuha ka pasoja dhe ka pasoja të mëdha. Dhe muslimanët e parë të hershëm janë frigu. Janë frigu dhe i kanë rujt gjuhët e tyre. Shiqoj këtë rast për rasteve të mëdha në historinë islame, thot Omeri radiallahu anhu, hyra një ditë të Ebu Bekri. Hyra të Ebu Bekri. Ju e dini kush është Ebu Bekri. Ebu Bekri ka qenë njeriu më i mirë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pohu për të këtë. Ka dhënë sikur se krejt ummeti me dal në një anë të peshorës, në anën tjetër me dal Ebu Bekri, kish me peshu peshorja ka ana e Ebu Bekrit prej imanit dhe besimit të tij të madh që e ka pas në Allahun subhanahu wa ta'ala. Para me do ky njeri madh e ka gjetë Omeri, tha e kish kap gjuhën e tij dhe e tërhekte. I thash o prisi besimtarve, o prisi besimtarve, që e tu vepru kështu? Që më bën kështu? Tha Peter, heki gjuhën teme se kjo po mpron të lashe, po mprun të lashe, la ilaha illallah. Gjuha e Ebu Bekrit, gjuha e Ebu Bekrit, i pas ka bot të lashe Ebu Bekrit, çka me thonë në për gjuhët tona? Tash inshallah taala kem me kuptu bashkarisht pasojën e gjuhës, se gjuha dashurit e mi mundet më bo shkak edhe në xhehenem robin me çu Zotin na rujt pi xhehenemit. Çish thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithi e Abu Hurairës, ani nabi sallallahu alajhi wasallam qal inna al-abda la yatakallamu bi kalimati min sakhati la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Hadithi është i vërtet gjendet në koleksionin e Buhariut. Hadithin që e transmeton Abu Huraira, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka raste kur robi thot një fjalë, ka raste kur robi thot një fjalë, që ma të fjale hidhran Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ja vendu mendjen, pa ja vën mendjen, asaj fjale thot edhe bot shkak ajo fjalë, edhe ky hyn në zjarr xhehenemit, Zoti na rujt. Përmendo, një fjalë thot, pa ajo fjalë e hidhran Allahun. Sikur se që është edhe kundërta në hadith është, në fillim të hadithit përmendet thot, robi e thot një fjalë, me atë fjalë e kënaq Zotin. E kënaq Allahun edhe thot përmes asaj fjale që e ka thonë që e ka kënaq Allahun, Allahu e fut në xhennet këtë rob. Do thot, gjuha i dashur jam mundet me të çunë xhennet, po mundet me të çullën në xhehenem. Tash ti dush me qenë i mençur, me qenë mendjendritur, edhe me zgjedh për veten çka po don. Apo don me kon xhennetli, apo do më kon xhehenemli. E xhennetlit i kanë punë, cilat janë punë të xhennetlive, e këto inshallah taala e marrin vesh hutben tjetër. Kem me pas një hutbe sot një javë me emrin e Allahut, cilat janë punë të xhennetit. Edhe tani cilat janë punë të xhehenemit.
E sot kemi përmend disa të meta të gjuhës, dashurit e mi. Që ka thot Allahu subhanahu wa taala, që të regon se ne çka flasim, fjallë tona, kem me dhjep llogari për to, kem mu pyet për fjallë tona. Nuk është si do, vallahi nuk kanë kriter, vjen keq që pe thom, jo ndo, vallahi mbas 10 minutave me vetë mi thonë çka ke fol, s'din me kallzu çka ka fol. Atë shumë folin, atë shumë e lëshën gjuhën, tani më kon me fol hajr, po fol sherr, çdo të dytën fjale ka fjalë të dytë. Që ka thot Allahu te baraka wa taala, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Atë ditë, për cilën ditë është fjala? Është dita e kiametit, dashurit e mi. Thot në ditën e kiametit kanë me dëshmu për ta gjuhët e tyre, durët e tyre, komt e tyre për çka kanë bo. Allah, para më ndonë nesër në ditën e kiametit që këtë dora jote që jo kone e jotja, sa Allah e prish atë kriterin dynje folkush, folgoja, apo? Në kiamet nuk folgoja. Një ajet tjetër ka ardhur, el-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Sot do t'ja mbyllim, thot Allahu, gojët e tyre, do t'ja mbyllim. Wa tukallimuna aydihim, thot durët e tyre kanë me na fol. Para më do dora dëshma thot, ja Rabbi, unë çta e kom marr. Ja Rabbi, unë këta e kom bo. Ja Rabbi, unë këtia kom hi me këtë dorë. Me këtë dorë e kom marr hakin tjetrit. Koma thot, ja Rabbi, unë e kom shkel filan vendin jam kon. Wallahi billahi më ndalë robi me mendu këto, wallahi ladhim me mendu, fel, me iman. Pa ngarkes, pasha Allahun kjo ta jep një frikë në zemër. Që ata muslimon të mirë të partë hershëm që na kur ndëgjojmë shpesh, do për i tëre si ka kop gjumi, bre kur i kanë lexuar këto ajete. I ka ik gjumi. Muhammed ibn Sirin, një për burrave të mëdhaj, o qu, natën, o falë sa o falë, o ra me flejt. Kur ra me flejt, e hi basi kurse shpesh neve në ndodh, her një krah së kop gjumi, ka nis me leviz pikrahit djathën krah të majt, ka thonë vetës, o Muhammed, ka thonë, so vendi ju këtu, ka thonë, so vendi ju këtu, nuk ka vendi ju të ka thonë këtu qou qëndra para Zotit tënë dhe ngritët tënë natën e gatët kanë qëndru në kompë me namaz. Ja Allah. Ama na që thojme, pa hoqë, tash me njerë pytja, se dhe zhjën të na, a ka punu hoqë kërë? A ka punu? Po me kam punu kërejt edhe këta kanë jetu. Nuk jetu punu veshte edhe one. Se ati qyshe kena bo që të punë, kena bo arsy për me elon veprat e mira, punën e kena bo arsy. Zotin a përmisoft, ja Rabbel Alemin. Pastaj, pejgamberi s.a.s. dashurit e mi, gjëja që e ka friksu mas shumë të pejgamberin a.s. e ka friksu gjuha. Për ummetin e ti, është friksu se gjuha e ummetit ti, ka me i sjell probleme ummetit ti nesër ditën e kiametit. Ka ardhur një sahabi te pejgamberi s.a.s. me ka pas emrin Sufjan el-Thaqafi. Sufjan el-Thaqafi i ka thonë pejgamberi s.a.s. ja Rasulallah, prej çfarë friksohesh më së shumti për mua, jo i dërgumi Allahut? Tha atëherë, tha pejgamberi s.a.s. e kapi gjuhën e ti, tha për këta. Gjuha dashurit e mi, pejgamberi s.a.s. na ka tregu dashurit e mi se gjuha do të thot ka pasoja. Ka pasoja. E pasojat e gjuhës dashurit e mi janë të rënda. Gjuha mund të shkatroj veprat e mira. I shkatron veprat. Qysh? Fja hadithin që e thamë në fillim të hutbes. Inna l'abda la yatakallemu bi kalima. Robi thot e thot një fjalë. Me një fjalë. La yulqi laha balan. Nuk janë ndonë mendjen asaj fjale, futet në xhehenem. Domethënë, një fjalë, gjuha, po mu i ka me t'i prish veprat. Atëherë kujdes. Pastaj do të thot, gjuha është shkak i prishjes zemrës. Kur njeri me gjuhën e tij nuk e përmend Allahun, nuk e bën dhikr Allahun, nuk e lexon Kur'anin, nuk e përdor gjuhën e tij për hajër, me urdhërun të mirë, me ndal pe të keqes, e nëse e përdor të kundërtën,
me fjalë të kota, me fjalë të këqija, atëherë zemra i vdek, edhe nuk e ndjen robi se ndjen do të thotë as kënaqësinë e namazit, as kënaqësinë e fjalës mirë, pse se zemra i vdek. E treta, gjuha çon në prishje të marrëdhënieve. A di sa vllazën dashurit e mi, vlla prej babe, prej none, e vllazën edhe prej feje, edhe vllazën shok, e kështu me radhë, sa prej tyre për një fjalë janë prish. Për një fjalë goje janë prish. Sa çifte janë nda për një fjalë që e ka fy, ose gruaja burrin, ose burri grun. Për një fjalë janë vra. Për një fjalë janë prish familjet. Për një fjalë janë prish shoqërit. Sikur se që po prishën sot, jem dëshmitar gjithë ne jena dëshmitar dashurit e mi. Për atë Allahu në ka porosit neve që ne jemi drejt me gjuhë tona. Të flasim drejt. Ja ejuhalladhina amanu, qulu, ja ejuhalladhina amanu, wa qulu qawlan sadida. Oj që keni besu. Oj që keni besu, friksojni Allahut dhe thonjeni vetëm të vërtetën me gjuhë të juja. Pejgamberi s.a.s. që shka i tha Muadh ibn Gjebelit dashurit e mi. Muadh ibn Gjebelit i tregoj edhe për një pasoj gjuhës, do më thonë gjuha i qënë njerës në zjarë gjehnemit dashurit e mi. Muadhi u qudit për pejgamberi s.a.s. tha ja Rasulallah, a kret fjallë që ka na i thojmë, kena mu manë logari para Allahut, tha thekulet ke ummu ke ja Muadh, mës pas të nona, tha o Muadh, mës pas nona, tha o Muadh, a ka gjë më përbysë se për njeriun që e qënë në zjarë përveç se të korat e gjuhëve të tyre. Gjuha njerëz i qënë nesëm ditën e kiametit, i qënë disa njerëz në zjarë gjehnemit gjuha të tyre. Do jonë, Allah i boft rahmet, ha bishtimi kesh. E lunë në rolin e televiziorit, apo të radios. Me kesh tjerë edhe e shtin vetën gjuna. Kujdes me gjuhën. Pra ruaj e gjuhën. Po i përlexoj edhe dy shembuj dhe përfundoj hutben. Çfarë burrat ndaj kanë qenë. An Mejmun ibn Mihran قال جاء رجل إلى سليمان فقال أوصني. Mejmun ibn Mihrani thot, ka ardhur një njeri te një alim i madh ka pas emrin Sulejman. Ka ardhur dhe i ka thonë أوصني, o hoj, me këshilla. قال لا تتكلم, tha mos fol. Këshilla jame për ty, tha mos me fol. Tha mos fol. قال لا يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم, tha s'ka mundsi. Një njeri që jeton në mesin e njerëzve, jeton me njerëz, po tjetër du të me fol. Atëherë tha falet vërtetën ose hesht. Nëse du të pa tjetër me fol, falet vërtetën, apo hesht. Yunus ibn Ubejd ka thënë, nuk kam par askënd që gjuha e ti të ishte në kujdesin e ti, do të thotë e kanë kontroll gjuhën e ti, vetë se kam par tek ai njeri një pasqyrë të mirë të veprave të mira. Do më thonë dashurit e mi, Yunus ibn Ubejd po të me tregu se ai që e ka gjuhën e mirë të drejt, të rujtun gjuhën, e ka të kontrollu me gjuhën e ti, ka mi pas edhe vepra tjera të kontrollume. Ai që gjuhën e ti e ka të lëshume, vallahi edhe vepra tjera i ka të lëshume i ka. Allahu na përmisov gjendjen tonë, na bof që gjuhë tona me qenë gjuhë të pastërta, gjuhë që e përmendin Allahun, gjuhë që e kënaqin Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu na përmisov gjendjen tonë, na fal gjunahet tona. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.